është dëshmia më e mirë që Aqareva në atë kohë, por edhe sot, bitë e saj, trashëgimtari i saj, Recep Selimi po vazhdon ta mbrojë ideologjinë për cilën kishte luftuar bashkë me shumë bashkëluftëtarë këtu për lirinë dhe pavarësinë që sot po e gëzojmë. Prandaj, nderuar familje Selimi, bashkëtar të Aqareves, miq e ju gjithë pranishëm, me lejoni që na me të komunës Skënderajt t'u uroj për vjetorin e pavarësisë të Kosovës, me dëshiren që të gjithë ata që po vazhdojnë ta mbrojnë këtë histori të lavdishme të sakrificës, të kemi në përvjetorin e ardhshëm bashkarisht këtu dhe bashkarisht të vazhdojmë rrugtimin e fuqizimit të shtetit të Republikës Kosovës. Falënderit, nder, lavdi dhe respekt për Smajl Selim Kodren dhe gjithë terrenet këtu në Aqarev e në barë Kosovën. Respekt, falënderit. Falenderojmë kryetarin e komunës për këto fjalë dhe tani në vazhdim për një fjalë përshëndetëse ftojmë përfaqësuesin e shoqatave të dalura nga lufta e lavdishme çlirimtare Florim Rustemi. Përshëndetje për gjithë, e nderuara familja Selimi, të nderuar pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të nderuar familjar të dëshmorëve. Shfrytëzoj rastin që sot në këtë përvjetor t'ju uroj të gjithëve përvjetor 17 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Njëherët ju urojmë edhe aty në bashkëlirimtarëve tonë që janë në Hagë dhe nga këto bëhet thirrje që të jetë përvjetori i fundit që e festojmë pa çlirimtarët tonë. Njëherët, për këtë plak, është mirë që po zbulohet sot, edhe kudo në gjithë vendin në territorin e Kosovës, të zbulohen kësi plakash, të vendosëm kësi plakash dhe në farforme, po thamë të imponojmë gjeneratës e re, të tregojmë gjeneratës e re, se në këtë vend këtu në territorin e Republikës Kosovës ka pas një luftë, ka pas një sakrificë të cilën me mund do të thot e kemi arrit deri këtu. Falë edhe alatëve tonë, por rend parë falë ushtrisë lirimtare të Kosovës. Edhe një herë po tham urime, zbulimi kësaj pllake e gëzoft familja Selimi edhe gjithë bashkëluftarët e familjes Selimi. Urime, faleminderit. Falenderojmë përfaqësuesin e shoqatave të dalura nga lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dhe tani me dy vargje që do të them në vazhdim, do të kalojna në një pikë tjetër. Se shqiptari dy gëzime i ka, një kur lind e njën pul, e tjetrën në luftë me ra. Pra, në vazhdim, do të kemi një pikë muzikore të interpretuar mjeshtërisht nga ereja Klea Selimi, përcjell me qifteli nga Gentian Selimi.
Tani, Këshilli Organizativ ka vendosur që t'i ndaj 2 mirënjohje dhe për t'i ndarë këto 2 mirënjohje ftoj Ramadan Selimin. Një mirënjohje për kontributin edhe në rregullimin e pjesëve metalike për monumentin përkujtimor historik Shkëmbi i Pathyeshëm, ftojmë përfaqësuesin e AK Metal Design. Dhe një mirënjohje tjetër shkon për kontributin e dhënë për rregullimin e monumentit përkujtimor historik Shkëmbi i Pathyeshëm në Aqarev, shkon për kompaninë Mirusha. Ftojmë përfaqësuesin e kompanisë që ta tërheq mirënjohjen. Dhe tani është momenti final. Për ta zbuluar këtë pllakë përkujtimore, këtë monument historik, kushtuar figurës së Smail Selim Kodrës, ftojmë të parin e komunës, zotin Fadil Nura, kryetarin e veteranëve të Skënderajt Emin Lati dhe Hajdin Morina, kryetari Hajdin Balaj, si dhe ai i cili na ka shënu ditën e veteranit, pra 30 vjetorin, Vesel Selimin. Faleminderit të gjithëve dhe miru pafshim në manifestime tjera.